Këtë shtunë, emisioni Ju flet Prishtina do trajtoj problemet e arsimit në kryeqytet. Si po bëhen punësimet në shkollat e Prishtinës? Kush po thot se vetëvendosje po instalon njerëzit e vet në institucionet arsimore? Pse LDK po thot se në shkollat e Prishtinës nxënësit po humbasin orë? Me çfarë arsye Shpend Ahmeti ngriti padi për kryesuesin e Kuvendit Komunal Halim Halimi dhe asamblistin e LDK-s Flamur Shala? Sa më simdhënës punësoi Halim Halimi sa ishte drejtor i arsimit në komunën e Prishtinës? Pse qeverisja vetëvendosjes po kritikohet për punësimin e mësimdhënësve të komunave tjera? Pse Ministria e Arsimit anuloi konkursin për përzgjedhjen e drejtorëve në qerdhet publike? Për këto, edhe shumë probleme të menaxhimit të arsimit në komunën e Prishtinës, do të mund t'i mësoni të shtunën në orat 18 në Klan Kosova, në emisionin ekskluziv të kryeqytetit Ju flet Prishtina.